Vitin e kaluar Credins Premium u bë fondi i tretë i investimeve në tregun shqiptar. Pas fondit të pensioneve si Cred, fondi i investimeve ishte një hap i mëtejshëm i grupit financiar Credins drejt zgjerimit dhe diversifikimit të aktivitetit në tregun financiar. Në një intervistë për televizionin Skan, Estela Koçi, drejtore e shoqërisë administruese e Credins Invest, thotë se rritja e Credins Premium në muajt e parë të aktivitetit ka qenë e kënaqshme. Viti 2016 ka qenë një vit shumë i mirë për Credins Investin në dy aspekte, në dy drejtime. E para, shoqëria u zgjerua me një linjë tjetër aktiviteti, siç ishin sipërmarrjet e investimeve kolektive. Edhe performanca e fondit ekzistues të pensionit, në tërësi për fundin e vitit, kur e krahasojmë me fillimin e vitit, performanca ishte shumë e mirë. Fondi i pensionit pothuajse u dyfishua në numër antarësh, pra në fund të vitit kishim diku te 8800 antar dhe asetet nën administrim arritën 390 milion lekë dhe kur them total është fondi i pensionit vullnetar dhe fondi i investimit që paçka se është konsiderohet një fond i ri, pati një rritje të caktuar deri në fund të vitit. Ekspertët besojnë se gjatë vitit 2017 tregjet financiare do të përfitojnë nga përmirësimet graduale të mjedisit ekonomik dhe pritet që rritja të jetë më e kënaqshme. Megjithatë, ata shprehen se në veçanti fondet private të pensioneve ka nevojë për incentiva të mëtejshëm ligjor dhe fiskal. Ka gjithmonë vend për përmirësim. Duke filluar nga 1 janari 2015, mund të them që lehtësirat fiskale u bën efektive dhe konkretisht, kontributi që del në fond pensioni vullnetar është i zbritshëm për efekt fiskal. Kthimi nga investimi gjatë kohës që e investuar është gjithashtu i zbritshëm. Dhe kjo mundson një normë, ndikon shumë në normën e kthimit të fondit. Aktualisht, në praktik, ne shikojmë që kontributi jo gjithmonë bëhet i zbritshëm dhe ajo që po shpresojmë të ndryshojë në ligj, faktikisht është një projekt ligj, ajo që po shpresojmë të ndryshojë është që dhe përfitimi si pension në fund të tatohet vetëm pjesa e përfitimit nga interesi dhe jo e gjithë vlera. Zhvillimi i institucioneve si fondet e investimit dhe ato të pensioneve private do t'ishte një etapë e rëndësishme në modernizimin e tregut financiar dhe në rritjen e dinamizmit të ekonomisë shqiptare. Hapja e bursës pritet t'ju jap atyre një shtysë të natyrshme. Megjithatë, duket qartë se ka nevojë për një mbështetje më të madhe nga institucionet në nivelin e politikbërjes dhe rregullimit.